Dokumentet e para të gjuhës shqipe. Lashtësia e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe është një nga gjuhët më të vjetra të Ballkanit. Ajo është vazhdimi i lirishtes, gjuhës së popullsisë ilire që ka banuar në brigje lindore të Adriatikut dhe të Jonit paktën që nga mijëvjeçari para erës sonë. Nga lirishtja nuk kemi dokumente të shkruara. Janë ruajtur vetëm disa fjalë të shkëputura që shpjegojnë vetëm me anë të shqipe si sika, që është thika, peli, që është pleq, dhe aspektos, që është i shpejtë. Dokumentet e para të gjuhës shqipe. Formula e pagëzimit, e shkruar nga Pala Angjeli, kryepeskopi i Durrësit në kohën e Skënderbeut, me qëllim që fëmijët të pagëzohen nga vetë familjet, kur s'mund të dërgohen në kisha apo s'mund të shkojë prifti për të pagëzuar ata. Në të shkruaj: unë të pagëzon për emrin të Atit, e të Birit e të Shpiritit të Shenjtë. Fjalorthi Arnold von Hart, nga 1496 kaloi në Ulqin, Durrës dhe Sazan. Në Durrës ai mbledhi 26 fjalë, 8 shprehje dhe 12 numëror shqip, të cilëve u vurin në krah edhe përkthimi gjermanisht. Perikopeja e Ungjullit përbëhet prej një pjesësh të vogla shqipe që ndodhen brenda një dorëshkrimi greqisht të shekullit 14-15, e shkruar në dialektin tosk. Libri i parë në gjuhën shqipe. Në vitin 1555, Gjon Buzuku botoi veprin e tij me shari në latinisht, por pasthënia e kësaj vepre fetare ishte shkruar në gjuhën shqipe. Vepra kishte karakter fetar, por pasthënia kishte edhe karakter iluminist edukativ. Që në atë kohë libri ishte i cungut. Kishte 110 fletë ose 220 faqe, prej të cilave kishin mbijetuar 94 fletë dhe 188